Një natë e zakonte rutinë. Gruaja ime ishte duke fjetur në krevat pranë meje. Pa pritur vjen një ftesë në Facebook nga një grua. U mendova pake dhe ashtu pranova ftesën e saj. I shkruajta: "Njemi gjë." Ajo përgjigj: "Dëgjova se je martuar, por unë të dua akoma." Më kujtua ishte një mikeshe e vjetër, duke e bukur në fotograf. Hapi seti. Po shija gruan time që po flinte pas një dite të lodhshme pune. Duke e parë po mendoja se sa sigur ndihet ajo që mund të flej kaq rehat në një shtëpi kërejtësisht të re për atë. Mendova, është aq larg shtëpisë së prindërve ku jetonte me parë me familjen e saj. Kur ishte e mërzitur nëna e saj ishte aty për të duke e mbështetur. Motra dhe vëllai i saj ishin aty për ta bërë për të gëzuar dhe të qeshur. Babai i saj që i blinte çdo gjë që ajo dëshironte. Ajo me besoi aq shumë. Pas gjithë këtyre mendimeve mora sërish celularin e kthej shtypa blog personit që ja pranova ftesën pak më parë. Ushtriva dhe fjeta pasaj. I thash vetes të jam burr, jo fëmijë. Pikërisht kisha betuar gruas time që do jem besnik në çdo moment e jetës dhe atë do bëj. Do jem mashkulli që nuk rrallton gruan dhe prish familjen për një grua tjetër çfarë do qoftë ajo.